Ju mund të keni ndonjë sjellje të keqe dhe përqendroheni tek thyerja e këtyre zakoneve të këqija, po të përqendroheni tek dashuria për Zotin dhe për njerëzit, s'do të kaloj kohë dhe s'do ta kuptoni se ku shkuan këto zakone. Jezusi rregullisht fliste për dashurinë e Perëndisë me gjithë zemër, shpirt, mendje dhe forcë dhe të dashurisë për të afërmin si veten tënde. Në fakt, tek Mateu është regjistruar që ai tha, ky është urdhërimi i parë dhe i madh, më i rëndësishmi në Bibël. Mateu 22:36, mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit? Parimi më i rëndësishëm. Disa urdhërime janë të lehtë, cilët janë të vështirët. Ky njeri donte të hynte thellë teologjikisht. Dhe Jezusi i tha, duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh, është urdhërimi më i rëndësishëm dhe i dyti i ngjashëm me këtë është duaje të afërmin tënd por si vetveten. Dhe më pas tek Jakobi 2. Jakobi tha, në qoftë se ju me të vërtetë përmbushni ligjin mbretëror, tani ky është një ligj i beslidhjes së re, sipas shkrimit, duhet të afërmin tënd si vetveten, bëni mirë. E dini çfarë kam parë në jetën time? Dhe një nga arsyet pse po predikoj përsëri për këtë sot, është se ne të gjithë kemi nevojë ta dëgjojmë këtë vazhdimisht. Sepse kjo gjë që po them sot nuk është e natyrshme për mishin tuaj. E dini, edhe nëse japim, si jemi të zotët për të hyrë në pjesën e sakrificës. Kur diçka fillon të na dhem pak, qofshin këto para, kohë apo çfarëdo që tjetë. E dini, ne na pëlqen më shumë të bëjmë diçka për dikë që e meriton, dhe sidomos preferojmë të bëjmë diçka për dikë që jemi të sigurt se do të na e kthejë nderin. Do të shkoj t'u flas këtyre njerëzve, ju këte jeni të heshtur. Dëgjua se çfarë thash? Nuk e kemi problem t'i japim dikujt nëse mendojmë se ai, dhe në fakt ndonjëherë na pëlqen t'u japim njerëzve sepse tani ndihemi sikur ata na detyrohen. Duhet të jemi të kujdesshëm që kur japim, nëse do t'japim sipas modelit të Jezusit, të mos kemi ndonjë arsye për te kësaj. Prandaj Bibla tek Mateu thotë që kur të japim, dora e majtë mos e di se çfarë po bën dora e djathtë. Me fjalë të tjera, mos rini e të meditoni për mirësinë tuaj, thjesht bëjeni për shkak se e doni Perëndin. Dhe Perëndia le të kujdeset për shpërblimin. Është e lehtë të bëjmë gjëra për njerëz që mendojmë se e meritojnë, por diçka krejt tjetër të bëjmë këtë. Por nëse mund të dilni prej këtej sot, sa nga ju e dinë që ka gjëra në krishtërim, me gjithë mësimet tona, ka shumë gjëra që duhet të ndjekim. Vërtet, mësime të ndryshme dhe ju thoni, duhet të lutemi, duhet të studiojmë Biblën, duhet të gjithë këto gjëra. Ne hymë në gjithë këto gjëra që mendojmë se duhet të bëjmë. Dhe ndonjëherë ne mund të raskapitemi nga kjo. Por nëse përqendrohemi tek dashuria, çdo gjë shkon në vend. Vërtet dhe sinqerisht, ju mund të keni ndonjë sjellje të keqe dhe përqendroheni tek thyerja e këtyre zakoneve të këqija, po të përqendroheni tek dashuria për Zotin dhe për njerëzit, s'do të kaloj kohë dhe s'do ta kuptoni se ku shkuan këto zakone. Shpesh përqendrohemi të rregullojmë diçka të gabuar në vend që të bëjmë diçka që është e drejtë. Po, do ta them përsëri këtë. Shpesh përqendrohemi të rregullojmë diçka që është gabim në vend që të bëjmë gjën e duhur. Shkrova një libër me titull Krijimi i zakoneve të reja, thyerja e të këqijave. Jo thyerja e zakoneve të këqija, krijimi të rejave. Thash krijimi i zakoneve të reja, thyerja e të këqijave. E dini pse? Sepse nëse përqendroheni tek bërja e gjës së drejtë, gjërat e gabuara do të kenë vend në jetën tuaj. Por nëse kaloni gjithë kohën duke u marrë me gjën e gabuar, asnjëherë nuk do të arrini të bëni gjën e drejtë. Vërtet, ne përqendrohemi tek gjëja e gabuar, madje edhe atëherë kur merremi me njerëzit e tjerë. Ndonjëherë jemi shumë të përqendruar tu themi atyre se duhet të rregullojnë tek vetja atë që nuk shkon, dhe ndoshta po të luteshim më shumë për atë gjë dhe t'i ndërtonim ata për ato gjëra që bëjnë mirë, ndoshta do të motivoheshim për të rregulluar gjërat që nuk shkojnë. Kjo shkoi më mirë nga sa mendova se do të shkonte. E dini?
Dashuria është diçka që mund ta shohim. Është e duruar. E po, mua do të më bënte punë pak më shumë durim. Ajo është bujare. Ajo jo thjesht jep diçka, por jep më të mirën. Është e butë, dashuria ka shumë mirësjellje. Thotë të lutem dhe faleminderit. Është e përullur, nuk mendon se është më e mirë se të tjerët. Nëse nuk mendojmë se jemi më të mirë se të tjerët, atëherë shtegu i kriticizmit dhe i gjykimit është i mbyllur. Më pëlqen kjo. Dashuria gjithmonë beson më të mirën tek çdo njeri. O Perëndi, nëse mund të eci në dashuri, do të më largohen gjithë dyshimet. E po, çfarë do të thuash? Dashuria nuk dorëzohet kurrë. Dashuria është diçka që mund të shohim dhe ndjejmë, dhe dashuria bën diçka. Dashuria është aktive, plotëson nevoja. E po kush është i afërmi im? Ai mendoi, sigurisht nuk bëhet fjalë për paganët apo samaritanët, apo heretikët, apo kriminalët. Vërtet, ti nuk po më kërkon që ti dua ata. Dëgjoni, në kohën kur është shkruar kjo dhe është vërtet shumë më keq sot, ekzistonin gjithfar muresh ndarës midis klasave të njerëzve, të pasur dhe të varfër, dhe kombe të ndryshme. Judenjt mendonin se ishin më të mirë se të tjerët, sepse Perëndia kishte zgjedhur të punonte përmes tyre. Dhe e dini, me zgjedhjen e judenjve, ai nuk po i përjashtonte të tjerët, por donte t'i përdorte ata që të tërhiqte më shumë njerëz tek vetja. Studiova për këtë kohë të fundit, sepse unë doja të kisha një kuptim më të mirë mbi domethënien e kësaj. Çdo të thotë njerëzit e zgjedhur, po të tjerët, por Perëndia gjithmonë punon përmes dikujt për të tërhequr të tjerët. Ai punoi përmes Jezusit për të na tërhequr ne. Ai punoi përmes Mojsiut për të nxjerrë nga zgjedha pjesën tjetër të izraelitëve. Dhe e dini, Perëndia dëshiron të punojë përmes jush të tërheqë dikë tjetër. Ai punon përmes njerëzve. Madje edhe në Testamentin e Vjetër, kur judenjt ishin populli i zgjedhur i Perëndis, kishte udhëzime strikte se si t'i trajtonin të huajt dhe banorët e përkohshëm. Perëndia gjithmonë u mësoi atyre që t'i trajtonin me respekt, të siguroheshin që ishin të veshur, të mbathur, të ushqyer. Pse? Jo se ai po përzgjidhte judenjtë dhe po thoshte ju jeni më të mirë se të tjerët dhe të gjithë do të mbeten jashtë, por ata kështu e kuptuan, jemi më të mirë se të tjerët. Kështu ajo që bën ata ishte se ngritën gjithë këta mure të padukshëm midis tyre dhe njerëzve të tjerë. Dhe kështu e dinin ligjin, mund të citonin shkrimet. Nuk mendoj se i nënvizonin atë kohë, por po ta bënin do ta kishin ngjyrosur gjithë Biblën. Nuk ishin Bibël si kjo që kemi ne, por çfarëdo që të kishin, do ta kishin nënvizuar të gjithën me ngjyra dhe do ta kishin vënë në derën kryesore, sepse do t'u tregonin të gjithëve se çfarë dinin ata. Edhe ne sot ngjasojmë pak me ta. Mund të kemi një bibliotekë të madhe të krishterë dhe jemi shumë krenar. Njerëzit më thonë, i kam librat e tu. Por nga mënyra se si sillen duken se sa i kanë lexuar. Një bibliotekë e krishterë s'ka asnjë domethënie. Çfarë bëni ju? Si veproni ju? Kjo është e rëndësishme. Dhe kështu, Jezusi donte t'i thoshte atij të njëjtën gjë që po na thot neve sot. Tani, Jezusi tha, unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde, por do të tregoj një histori. Dhe këtë bënte ai tregonte histori që janë shëmbëltyra, të mësonte njerëzve mësime të thella teologjike. Po filloj me njëherë, Luka 10:30 deri në 35. Atëherë, Jezusi u përgjigj. Pra i vërtet vendosi t'i përgjigjej këtij njeriu dhe t'i jepte një mësim. Mirë, do që të bëjmë debat, vazhdojmë. Një burr zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarve, të cilët mbasi e zhveshën, pra ja morën edhe rrobat dhe gjithçka që kishte dhe e bën gjithë plag. Ata u larguan, pa e vrarë mendjen fare për të dhe e lan gati të vdekur, pasi bën këtë.
Tani, le të mos e kalojmë kaq shpejt këtë, le të mendojmë për këtë njeri, ai po shkonte diku, dhe krejt papritur, husarët e kapin atë. Rruga ku ai po ecte ishte në fakt një rrugë e rrezikshme, ishte një vend ku kishte shumë kthesa për të fshehur husarët, të cilët sulmonin njerëzit. Dhe ju s'do të doni të ishit në këtë rrugë, vetëm nëse s'do të kishit zgjidhje tjetër. Dhe ata e rahën atë shumë keq, dhe ja hoqën të gjitha rrobat dhe e lanë të shtrirë për tokë dhe i morën gjithë shka, dhe ai ishte i rraur dhe i gjakosur dhe rinte i shtrirë në anë të rrugës. Rastësisht një prift po zbriste në për të njëjtën rrugë dhe mbasi e pa atë burr vazhdoi tutje në anën tjetër. Tani e dini nëse do të prisnit që dikush ta ndihmonte këtë njeri, do të prisnit që të ishte një drejtues fetar. Po ashtu edhe një levit që ishte edhe ky një njeri tjetër fetar, kur arriti aty erdhi dhe e pa dhe vazhdoi tutje në anën tjetër. Nga sa njerëz largohemi duke kaluar në anën tjetër. Forca, mos bëni sikur ju ndonjëherë kur shihni të paprekshmit e botës, jo se ka ndonjë në të vërtet, por jemi të Zotët për të shmangur. Vërtet, nëse unë nuk dua t'i flas dikujt, ndoshta është dikush që thjesht nuk e di. Janë nga ta lloj njerëzish që nëse u thua diçka do të mbetesh aty për 20 minuta dhe nuk doni të dëgjoni asgjë që ai thot. Dhe kështu thoni, "Oh, mos." Ndoshta s'mund ta dëgjojmë atë njeri sa herë që e shohim, por nëse zemra jonë është e hapur ndaj Zotit, ndoshta ai mund të thotë këtë herë dua ta dëgjosh, thjesht mund të më shërbesh mua duke i dhënë 10 minuta atij. Kjo është një mënyrë se si ne japim, thjesht duke i dëgjuar dikë, duke i dhënë një mundësi të flas. Unë tregoj një histori, ka ndodhur vite më parë kur unë nuk dija kaq shumë sa di tani, por po mësoja disa gjëra. Shkova tek doktori, më duket se djali im kishte thyer krahun dhe duhej të hiqte allçin apo diçka e tillë. Ishte një burr i vjetër atje dhe ai e kishte këmbën allçi. Unë kisha marrë dhe Biblën, doja të lexoja Biblën, do të lutesha dhe doja të isha shumë frymërore. Dhe ky burr i vjetër donte të fliste me mua. Donte të më thoshte si kishte rënë nga akulli, si kishte vënë këmbën allçi dhe sa kohë kishte kështu dhe se si ndihej, e kështu me radhë. Unë doja të dëgjoja asgjë, doja të isha frymërore. Apo më dëgjon ndonjë në sallë? Unë nuk kam kohë për ty, dua të nënvizoj Biblën time. Dhe Zoti i foli zemrësime dhe më tha, po të ishte Billy Graham, a do t'i flisja ti? Nuk më duhej një seri me 3 pjesë, dija saktësisht çfarë donte të thoshte Perëndia. Ai tha, po, ti do të flisje me të, sepse kjo do të sillte përfitim. Po, një njeriu të rëndësishëm si ai do t'i kushtoje vëmendje, mund të flisje gjithë ditën. Por ky plak nuk kishte domethënie për ty. Ai nuk ishte i rëndësishëm për mua, por ishte i rëndësishëm për Perëndin. O, Perëndia im. Jashtë do të thotë i shërbesh Zotit. Shërbimi ndaj Perëndis nuk është vajtja e vazhdueshme në kishë dhe në nënvizimi i Biblës. Shërbimi ndaj Perëndis është të shkosh aty ku janë njerëzit dhe të bësh atë që Jezusi do të bënte, sepse ata mund ta shohin Jezusin vetëm përmes jush. Dhe përmes meje. Vazhdojmë, por një samaritan, pikërisht tani, ky avokat i ri, po shqetësohet dhe si kur thot, mos më thuaj se do ta mburrësh këtë samaritan, sepse kishte një ndarje të madhe midis judenjve dhe samaritanëve. Por një samaritan që po udhëtonte në atë rrugë, i kaloi afër, e pa atë njeri të lënduar,
Dhe ai kishte dhemshuri dhe mëshirë. O, ndjej shumë dhemshuri për ty, motër. A do të bësh diçka për të më ndihmuar? Mua më vjen shumë keq për ty. E dini, dhemshuria e vërtet është t'i kërkosh Perëndis, të paktën t'i kërkosh atij, a ka diçka që ti do ta bëj. Ndoshta s'mund të bëni asgjë dhe dhemshuria është e vetmja gjë që mund të bëni. Mund të luteni, mund të inkurajoni, por ndoshta s'mund të bëni asgjë tjetër. Por po sikur të filloni t'i kërkoni Perëndis në çdo situatë, forca, ju sfidoj të thoni kështu: Perëndia, ka ndonjë gjë që ti dëshiron që unë të bëj? Oh, mirë, po dëgjoj një duar tërkitje të vetme diku atje. Po ndaj me ju diçka që Perëndia i foli zemrësim me vite më parë. Nuk do t'ju pëlqej, as mua s'më pëlqeu, por po ju a them. Po lutesha që Zoti të ndihmonte dikë, ai tha, pse ma kërkon mua, ti mund ta bësh. Dhe unë mësova se nuk ka pse ti kërkojmë Perëndis të bëj gjëra që lehtësisht mund t'i bëjmë vetë, thjesht nuk duam. Nuk e di, ndoshta ju punoni me dikë që po kalon një situatë të vështirë, bashkëshorti ka humbur punën, është pushuar, çfarëdo qoftë, dhe dikush ju ka thënë se ajo ka 3 muaj që s'paguan dot qeran dhe mund ta nxjerrin nga shtëpia. O Perëndi, dërko dikë të paguaj qeran e Suzit. Po, unë mund ta ndjej. Duhet jeni këtu e të merreni me këtë. Vërtet, nëse them gjëra që mishit tuaj i pëlqejnë, ju bëni Por tani unë po them paguaja qeran dhe ju. E po pse ta ndihmoj unë, ajo as nuk sillet mirë me mua gjithsesi. Zuri pozicionin që meritoj unë, pse duhet ta ndihmoj, ka qenë e keqe me mua. Kështu, ky burr ndjeu dhemshuri dhe mëshirë. Jo vetëm që u ndjek kështu, por dhe veproi më pas. Në fakt, ne mund të kemi dhemshuri të vërtet dhe të mos ndjejmë asgjë nëse kalojmë në veprim. Dhe mbasi ju afrua, ja lidhi plagët, duke ja larë me vaj dhe me verë. Pastaj e vuri mbi kafshën e vet, e çoi në një han dhe u kujdes për të. Tani, disa nga gjërat që unë lexova thoshnin që nëse ky samaritani lidhi plagët, duhet të mendojmë se ai nuk ka pasur me vete një qese me fasho, që do të thotë se ndoshta ai është dashur të grisë disa nga rrobat e tij, për të bërë fasho e për t'i lidhur plagët këtij njeriu. Dhe ma merr mendja se nëse e vuri mbi gomarin e tij apo kalin e tij, kjo do të thotë se ai vetë eci më këmbë. Kështu këtij njeriu i është prishur e atia, dhe të nesërmen e çoi në një han dhe u kujdes për të. Të nesërmen para se të niset, nxori 2 denar, që ishte paga e 2 ditëve, dhe ja dha Hanxhiut duke thënë, kujdesu për të dhe ç'të shpenzosh më shumë do të jap kur të kthehem. E dini, ajo që më pëlqen këtu është se ai nuk vuri një limit në atë që mund të bënte për atë njeri. Kjo është gjëja e madhe që shoh këtu. Ç'të shpenzosh më shumë, unë do të ta jap. Një pjesë që unë lexova thoshte se sasia e parave që samaritani i dha Hanxhiut mund të ketë mbuluar ndoshta 24 net në atë han. Ajo ishte paga e 2 ditëve për të, por ishin shumë që po ja jepte atij njeriu. Unë do të t'i jap parat kur të kthehem. Ndonjëherë ne bëjmë diçka të vogël sa për të lehtësuar ndërgjegjen, por ndoshta nuk bëjmë aq sa të mjaftojnë që puna të bëhet. Nuk e di për ju, por unë jam e kënaqur që Jezusi tha u krye, përfundoi, ai e përshkroi gjithë rrugën dhe e kreu punën. Ai bëri gjithçka që duhej të bënte. Dhe e dini çfarë? Mamaja ime, babai im dhe tezja ime për të cilën nuk kujdesëm sepse nuk ishte fëmijë,
I matë ndëroi jetë ndoshta 6 vite më parë, mamaja rreth 3 vite më parë dhe tezja 1 vit më parë, dhe e dini çfarë, jam e kënaqur që I ndihmova ata për çdo gjë deri në fund. Dhe mund të them e kreva, bëra gjithçka që Perëndia donte që të bëja. Duhet të jemi njerëz që mësojnë si të përfundojnë, jo që thjesht të dinë si të fillojnë. Dhe pikërisht kjo është pika ku unë jam, kam ardhur deri këtu. Perëndi, unë lodhem shumë ndonjëherë dhe ky nuk është takimi im I parë, kam qenë në mira takime. Por unë dua të përfundoj. Të përfundoj këtë që Perëndia më ka dhënë. Nuk dua që thjesht të filloj diçka e pastaj të heq dorë nga që bëhet e vështirë. Dua të përfundoj, duhet të jemi përfundues në jetë pavarësisht sa na kushton. Mirë, e dini Prifti nuk e di përse ai nuk u ndal. Ai ishte njëri fetar, pse nuk u ndal? E po ndoshta po shkonte në kish. Ose ndoshta kishte qenë në kish dhe po kthej në shtëpi për darkë, kjo do t'ishte edhe më keq. Kështu, le të themi se ndoshta kur ju të largoheni, dhe shpresoj të mos jem duke profetizuar, por ndoshta kur të largoheni do të shihni dikën në parkim që I ka rënë goma. Ju mund të kaloni në anën tjetër të rrugës, ose edhe nëse nuk ju shkon ndërmend kjo dhe keni planin tuaj dhe jeni të zënë do të shkoni diku, apo stomaku po ju gërryen. Oh, Perëndia im. Ose mund të ndaloni makinën dhe të thoni, a mund të bëj diçka për të ndihmuar. Vërtet që nuk mund të ndëroj një gomakine, por mund të telefonoj dikë. E dini, mund të bëj diçka. A mund të bëj diçka për të ndihmuar? E po, ndoshta ai person po qanë dhe ju thot, duhet të rregulloj këtë, por nuk kam para. E po, hey, ju mund të paguani për të. Wow. E po unë nuk kam kohë të ndaloj. Duhet të shkoj të ha se isha në takimin e Joyce Meyerit. Mirë, do të ishte keq po të silleshit kështu kur të vinit këtu, dhe do të ishte edhe më keq po ta bënit pasi keni qenë në një takim si ky. Të gjithë kemi një nga këto gjërat që vëm. E dini, ndoshta mund të mos kemi varur në qafë në një tabel, por mesazhi është këtu. Mos më shqetësoni, kam planin tim. Jam I zënë, kam plane për paratë e mia. E kam planifikuar kohën time. Mos më shqetësoni. Mirë, nuk ka problem ta vini këtë në derën e dhomës në hotel. Ndonjëherë unë e vë një të tillë në derën e shtëpisë, thjesht për të qeshur, kam shumë njerëz dhe fëmijë, një për embesa që hyn e dalin. Por nuk mund ta vini këtë në jetën tuaj. Dhe të bëni punën që Perëndia ju ka thirrur. Amen. Në rregull. Më pëlqen shëmbëtyra e Samaritanit të mirë, sepse shumë njerëz kishin mundësi ta ndihmonin këtë njerëz të lënduar, por kaluan dhe nuk bën asgjë. Dhe unë s'dua ta bëj kurrë këtë dhe dua të sigurohem që as njerëzit që kanë privilegjin të mësoj të mos e bëjnë këtë. Kështu është mirë t'i themi dikujt tjetër unë të dua, por veprat tona janë ato që ndikojnë me të vërtetë. Dhe dua të inkurajoj veten time, po kështu edhe ju, që të jemi të gjithë samaritan të mirë.